E di çfarë dua të dëgjoj tetana. Thash tetana. E di çfarë dua të dëgjoj. Do flasësh dhe aty. Tetana do Si duhet ti? Jo, Ana. Ose Ana Tepelena. Ana Tepelena, zonja Ana. Si të shuaj apo. E di çfarë doja të thoshja Ana. Kur mblidheni me familjen në shtëpi? Kur pim kafe para 2-3 ditësh, ti e cek edhe mua më pëlqeu jashtë mase. Mblidhemi gjithmonë në shtëpi në tavolinë dhe diskutojmë për probleme të ndryshme me familjen, s'ka gjë më të bukur. Plani familjes. S'ka gjë më të bukur. Dhe do të pyesja direkt, dhe është pyetje shumë organike, shumë e pastër. Shumë e vëmendshme për të tjerët. Është ku mblidheni me familjen, djali, burri, vajza. Si del Amerika, si analizoni Amerikën so far, kaq larg sa keni shkuar, çfarë mendimi keni nga këto të mirat dhe të këqijat e Amerikës? Jo, Amerika nuk është ashtu siç e ndronim neve, sepse kur je jashtë saja, quhen se këtu shesh me lule, por është e ëndrave nëse je i Zotit, punosh, ta përballosh situatat, na ka dhënë vetveten, na ka dhënë mbështetjen, na ka dhënë ato punën të gjitha, por ama si Shqipëria nuk ta mbush shpirtin. Kam pikë të Shqipëria është e jona, e kemi në zemër. Se mohojmë dot, edhe çdo javë, fundjavë që vijnë fëmijët, unë ulem dhe themi ç'a kemi gabuar gjatë javës, ç'a kemi thënë, ç'a s'kemi thënë, sepse gjatë ditës nuk i takon dot fëmijët se janë në punë, janë të ngarkuar, dhe një vendim i mirë në familje çdo javë na jep atë që të ecim përpara dhe mos të ndalemi. Cila është Amerika për ju? Amerika për mua, unë nuk jam amerikane. Për familjen tuaj. Nuk jam amerikane. Amerikane jam, por nuk jam amerikane si amerikanët. Amerika për neve është na dha lirin. Nuk na përçmon. Nuk janë racista, do të thoshja, nuk janë bullizues, do të thoshja. Nuk të bullizon. Nuk janë racista. Pengohem dhe unë e di sa pengohem me fjalët nga anglisht në shqip i formon njerë. Edhe po të tha jo, po të tha po. Dhe neve këtë nësi jemi të vetëdijshëm, sepse kemi një, po thuaj, gjysmën e jetës, po vemi 30 vjet, jem rritur me këtë, dhe ecim ashtu siç na mëson ky vend, sipas vendit dhe kuvendi. Do t'i bëjmë gjërat. Dhe nuk kemi dalë nga rruga, sepse këtu po dole nga rruga ka pasojë të mëdha. Nga 1.80 me ç'a notë e vlerësoni? Me 10 e vlerësoj, po se Shqipëria jo. Si të të gjithë ne, atje na arri koka, e kemi. Koka, mendja, dashuria, Shqipëria është Shqipëri. Nuk e kam shetitur në 60 vende të botës, po me Shqipërinë nuk e... 60 vende të botës, teta Ana? Po me Shqipërinë nuk e barazoj. Përshëndetje të gjithëve. Nga unë Altini këtu në 440 Boston Podcast. Do jetë një episod gjigant, marramendës, kemi të ftuar një zonjë të nderuar në komunitetin ton këtu në Boston. Ajo i jep shumë, do ja prezantoj së shpejti, ajo i jep shumë, bën shumë për komunitetin tonë, si në rrjetet sociale, por edhe direkt, si indirekt, por edhe direkt, ndihmon në komunitetin tonë, por përpara se të shkoj tek ajo do më japi vetëm 2 minutë përpara se ta prezantoj, pasi dua të flas çik për ditën e flamurit që e kishim datën 29 ngritjen e flamurit këtu në Boston. Ishte pak ftohtë, aty edhe jam ftohtë, ka qenë një ditë tense për mua, ka qenë shumë e ngarkuar, duke filluar që në ora 6 të mëngjesit, mos them 5. Shumë ditë e ngarkuar. Më mbrapa kemi shkuar në City Hall Plaza, në downtown Boston, ku është bashkia dhe Immigration Building, aty tek plaza e bashkisë, është bërë ngritja e flamurit. Kemi kaluar jashtë mas e bukur, ka qenë një ditë e ftohtë,
shumë e ftohtë se jemi në dimër tani, kuptohet. Boston weather, New England weather. Një ditë është 60, një ditë është 20. Frynte një herë, po që nuk mund të linim dot pa dalë për ngritjen e flamurit. T'ju them pa merak, kanë qenë edhe pa frikë 300-400 veta atje në ngritjen e flamurit. Gjithashtu kanë qenë të pranishme edhe të gjitha shoqatat që operojnë këtu në Boston, shoqatat shqiptare. Nga Masbesa ka qenë nga Harvardi Faton Limani, ka qenë Vatra me zotin mentor Maksutaj, gjithashtu i gjithë bordi i Masbesës, shoqatës Masbesa. Masbesa ka rreth 20 vjet që e ngre flamuri në Boston, tek City Hall Plaza. Ka qenë shoqata Besën, jam takuar me Petritin, very nice guy. Me kë jam takuar tjetër? Jam takuar me çunat e Bashkimi Dance, do t'i kem së shpejti këtu. Ja harrova emrin atij burrit që ka ndihmuar so much me Bashkimin Dance. Kemi qenë edhe let me check out all contacts. Profesorin e Bashkimi Dance. Shiko se ka marrë me emër, do ta gjej, do ta rregulloj. Kam shkruaj unë gjithmonë kur marr me refekt, unë gjithmonë ku ja dashur me ju, gjithmonë kur marr numra telefoni i shkruaj i bëj me bishta na mbrapa. Kush është tashën? Altin, halo. It's like, ai që ka 440 Boston podcast, I include the bishta na mbrapa se po vura vetëm emrin. I'll lose it. I don't know which is which. I don't know who's the guy. You know, so shko për Bashkimin Dance, nga më shkruajt profesori Bashkimin Dance. Shumë shpejt do ta kemi të ftuar në podcastin ton. Dhe ka qenë një ditë, kthehemi prap, ka qenë një ditë fantastike. Nuk e di, me grupin Labëria, kemi qenë me Neviolin, kush ka qenë me Rudina, kryetarja, kemi qenë me Subiun, qandej kemi vajtur, kemi shkuar tek Ana më jep një minutë, po të mbaj pak. Qandej kemi shkuar me Subiun tek Sport Cafe në North End, me very busy. Kemi bërë dhe një gocë indiane që shërbente aty, një kamarieri filloi po bënte shqiponjën me duar se e kuptoi që kishim ditën e flamurit, më falni se jam ftohur, si që ju thash atje u ftoha, po s'mund ta lija pa bërë këtë podcast, këtë episod. Dhe ku jemi? Qande kemi shkuar tek Lotto Sporti, është lokali që thash që është në North End, e lagje italiane, e që t'ju them ka plasur kënga Labe atje, oh my god, kam foto këtu, nuk vura video, po kam foto të grupit të këngës Labe, si shikoni të gjitha atje është dhe profesori i Bashkimi Dance, po Bashkimi Dance, ma se bashkime kaj, Anyway, kemi Neviolin, kemi Genin aty, Subiun, kemi Rudinën, të gjithë burat Viktorin, të gjithë burat me radhë. Dhe fotoa më e bukur që më ka pëlqyer jashtëmas, shikoni këtu dhe në të majtë time, në të majtën time, kjo goca ka qenë me të Yemen, ishte veshur aq bukur, nuk e di, më thoni se më duket se kjo veshje e kësaj është në Shqipëri e mesme. I might be wrong, I don't know, mbase jam gabim, por ju lutem më thoni. Më shkruani në komente apo më dërgoni DM i direct message kjo veshja e kësaj gocës, edhe kam darë dhe në për rrjetet sociale, kam darë në për faqet e mëdha si te New York, shqiptarë New York, kam marrë so many likes. Sa më pëlqeu kjo gocë e vogël kur e pash me këtë veshje dhe i thash të Jemën, se ishte me të Jemën, mund të bëj një foto, i thash të çupës, po, më tha mua, patjetër, si jo, tha. Dhe ka qenë amazing, ka plasur ju sot Altini kënga Labe atje tek Lotto Sporti në North End, sa kanë ardhur të gjithë, edhe Amerikan kanë ardhur atje që kanë bërë me ne foto, do më thënë me grupin, me pjesëtarët e grupit Lab, edhe pas asaj kemi qenë
kam qenë i ftuar te koncerti, pasi kam mbaruar aty, kam marrë në shtëpi. What a night, man, what a day and what a night. Që kam marrë në shtëpi, shplodhur një orë, edhe jam turur direkt për te koncerti i Arjan Papës, ka qenë në Dedam, edhe Joyt që kishin ardhur nga Kanadaja. E nuk ja di mbi emrin Joyt, but anyway, any good people, i përshëndesim. Edhe Gentin ka qenë një mbrëmje shumë e bukur që ande kemi ikur në kazino deri në 7 mëngjesit. Kam ardhur në shtëpi në orën 7 mëngjesit. Amazing night and day, but unë jam 50 vjeç tani, I couldn't handle it that much, kam qenë i ulur, kam shijuar, po dhe i ulur rreth 12 orë bllokuar komplet. 6 orë në koncert, që në 6 deri në 12 koncerti, edhe mbas koncertit në kasino. We enjoyed it so much. I'm not a player, but anyway, I enjoyed the company with the friends and people that were in there. Like, it was amazing night. Anyway, dhe kalojmë me një herë tek e ftuara jon për sot, tek zonja Ana Tepelena. Ana, faleminderit për që e pranuat ftesën, është një kënaqësi, edhe them se do jetë një intervistë, bisedë shumë e bukur. I couldn't wait to hear your life stories. Me zi po pres të dëgjoj historinë e jetës tuaj. Përshëndetje zoti Altin. Të falenderoj shumë për ftesën që më bët në emisionin tuaj 44 në Boston, sepse shqiptarët, emigrantët kanë shumë historira dhe ka nevojë që të thonë historitë e tyre, sepse nuk është e lehtë që të emigrosh në vend të huaj. Dhe unë i përshëndes të gjithë kudo që janë. Historitë reale janë shumë të bukura kur i jeton dhe kur ato i kalon në kurrizin tënd. Dhe unë e prita me kënaqësi këtë ftesën tuaj. Faleminderit, është kënaqësi dhe për ne. Si mendoni zonja Ana Tepelena, apo jo? Do të pyes dhe për mbiemrin pak nga pak. Kam dëshirë ta fillojmë nga Shqipëria, gjithë jetën rrugëtimin tuaj, që nga Shqipëria e deri ajo pjesa që u vendos për të ardhur në Amerikë, ai decisioni si vendosët me gjithë burrin dhe familjen për të ardhur në Amerikë, edhe jeta juaj në Amerikë. Unë nuk e kam Ana Tepelena, unë jam Ana Reis Miftari, jam nga Dhëmblani i Tepelenës. Jam nga një familje adhetare, jam në një familje që ka dhënë jetën gjyshi im, rjet në një familje dëshmori për ata që më njohin, në një prind që më ka falë dashurinë, më ka falë jetën, dhe u rrita, u linda në një labëri, ku është labëri e këngës, labëri e zëmrës, dhe kam përnder që të jem bie atij vendi nga Tepelena. Unë Di për çfarë do të pyesja, më fal se të ndërpreva. Të pash në Shqipëri ishe para 2 muajsh dhe ju vendos një rrugë emri i gjyshit mos gaboj. Po. Me që e hapëm, filluam dhe u përmend gjyshit ata. Gjyshi im është heroj i popullit. Ka luftuar në 1913 me Grekun. Pastaja shkoi me Turqinë dhe më në fund fare me Italinë. Luftojmë bashkë me, ka që komandant bashkë me Saddam Hussein në 1920. Wow. Dhe jam krenare që jam besa atia, sepse prindit më mësuan një gjë në rrugë time që kam bërë, më kanë thënë të punosh dhe të tregosh të vërtetën, mos gënja. Dhe unë jam e lumtur që kam dalë nga ajo familje me shumë tradita. Me shumë tradita, atë do thosh, jo me tradita. E pash ndoqa fotot kur i vendos emrit rruga në Vlorë ishte mos gaboj?
Më fot, rruga është në Tepelen, Në Tepelen. kam marrë rrugën e Tepelenës, kam marrë edhe rrugën në Vlorë, ato i kam kërkuar unë se nuk i kishin nxjerr, sepse si kishin mundësit njerëzit u larguan në për emigrim, edhe unë jam larguar shumë, edhe tani që vajta kësë radhe, ju futa kësaj që të mirë atë kësaj pune që të presë tani të marrë urdhrin deri komit nga Bashkia e Tepelenës, dhe kam vendosur të bëj një bus në fshatin tim. Dhe mbal. Gjyshit, Dule Dalani, Vëmblan. Unë jam rritur në të dyja korat, në komunizëm edhe tani në demokraci. Po. Shtëpia ime, unë jam komunist familjarist, por idetë e mia janë ide demokratike. Kanë qenë shtëpi lufte, kanë qenë shtëpi hoteli, kam pritur, e kam përcjell udhëheqësit e biros politike nga Tirana dhe në Tepelen. U rritëm, ne jemi 5 fëmijë, 3 motra dhe 2 vëllezër. Unë isha me vogla, babaj isha një qikë si kështu kokë shkret, sepse doja më shumë na të shikoja, por kërkuse, vendi, sistemi nuk na linte. Unë kam qenë me festivalin e Tepelenës, kam qenë anëtare Komitetit të Rinisë kur isha 17 vjeçe. Jam marrë me shumë aktivitete që atëherë, sepse ne që ishim si shtëpi dëshmori, shtëpi komunisti, na mini në programe, na bënte sistemi. Edhe deri sa vajta 22 vjeçe, unë jam rritur në Dhëmblan të Tepelenës, e kam për krenari 22 vjeçe. Atëre deri 22 keni qenë Dhëmblan, mos ka boj emrin e fshatit Dhëmblan. Dhëmblani. Ja. Dhëmblan është një vend ka rritur shumë trima. Ka rritur shumë njerëz që janë dhe sot patriota ati vendi dhe mundohen që ta mos ta humbasëm kulturën e tyre. Po. Bashkë edhe unë me mendimin e të gjithëve duam që të bëjmë diçka për Dhëmblanin. Kam disa miqë, disa shokë. Ku ndodhet Dhëmblani? Dhëmblani ndodhet midis Sinanajt dhe Martallozit. Është 20 minuta larg nga Tepelena. Në Tepelena? Salaria. Është një vend magjik. Po në kohën e kur u pris sistemi i ikëm njerëzit të gjithë, unë fakt kam ikur para sistemit, u martova 22 vjeçe, u lidha me një djalë vlonjat, ata me origjinë nga Bolena. Shkoja te motra për festat. Ishte bukuri në Vlorë. Shiko, se nga Bolena e kemi dhe ne, Vjera nga Bolena është. Po duhet jem mos dali fis. Mos dali kushëri. Edhe ai ishte nip në Bolen, po rrinte në Vlorë. Atëherë do zbatonim altin rregullat e familjes. Po. Do zbatonim kulturën, edukatën, nuk dilim dot nga ajo rreth i tyre. Do ta mini. Po unë shqyr pata fatin e mirë, më doli i mirë, dhe kam shumë respekt për të, sepse më ka marrë të vogël dhe më mësoi rrugën që mua më dush derisa erdhëm deri këtu, sa u bën fëmijët në rrugët e tyre sa mosha jonë. Edhe ku martuam, atëherë mblidheshim 150 veta. Dasmat shqiptare, dhe tani janë dasmat shqiptare janë pa para. Pasaze, me raki, me dolli bash. Po ishe edhe bukur dhe ajo që edhe atëre. Kishe vlerat e veta. Sa gëzorim ne atëre, kalamajt ne atëre kur... Kalamajt ishi, po kishim kalama me mblidheshim gjithë, kuptim, me dashuri, me prisim kur bëj një dasmë. U martova në Vlorë. Atëre pastaja krijon familja, se të krijosh një familje do përgjegjësi të madhe. Kur martohesh në një rregull komunist, prapë komunisti, sepse martova që
që në 80-ën, dhe atëherë kishte shumë gjëra përgjegjësie mbi vete. Po unë mbarova shkollën e mesme, shkova në shtëpinë time te burri, krijova familjen. Mbas 2 vjete, si gjithë natyra e Zotit, linda një vajzë edhe një djalë. Kam 2 fëmijë. Të kesh me jetë. Faleminderit. Në Vlorë prap nuk e shaj, sepse unë se shaj as Vlorën as Tepelenë në gjithë vendin tim, por erdhi koha që fëmijët u rritën, u shtuan hallet, u shtuan problemet, derisa u hap sistemi demokratik. Në 90 ishim pak me atë idenë, jemi shqiptar, do bëjmë si thot babai, si thot nëna, vjera, duhet i bënim të gjitha sipas. Ne kishim më të ngushta lidhjet në atë kohë. Kishin lezet atë. Kishin lezet. No, jam totalisht 100%. Babai kishte vendin e tij, kishte zë, domethënë. Kishte rregull. Pastaj unë kam patur një çik baban shumë të rrept. Babai im ka punuar roje. Mos kanë qenë gjithë baballarët shqiptarë ashtu. Ashtu kanë qenë, por tani kanë ndryshuar. It's bad love. Babai im ishte komunist dhe punonte tek detu e armatimit me armë në mbrapa më thoshte shit. Një plumb thoshte kam. Ruhu se çfarë do bësh. Mendohu se çfarë do bësh. Ke kujdes kur e hapat. Unë dola prap atë që desha unë, sepse mora atë person që më përkiste mua, vazhduam jetën, punën, kishim njerëzit tanë vërdall, kur erdhi kjo kohë e demokracisë, na u ndryshuan gjërat, dhe vendosëm të shkonim në Tiranë. Lëvizët ikën në Tiranë nga Vlora? Ika në Tiranë bashkë me 2 fëmijët. Dhe atje s'ishte e lehtë, sepse dhe Tirana ka qenë emigrim për çdo njeri. Pastaj neve në Tirana kishte edhe një çik me syndryshe, sepse ne ishim rebela. Kishim frikë nga vlonjatët, nga labët, siç u bën ato rrëmbujat e kohës. Ja. Problemi ishte vetëm të zinim shtëpinë, të zinim një hyrje. Pastaj ja gjëra do vinin sipas zgjidhjeve që bënim neve. U hap lufta, u hapën në anijet, Kosova. Ndërkohë ishit kur filluan anijet në Vlorë, filluan dhe në Durrës, po flas për Vlorë, ishit në Vlorë apo kishit lëvizur, ishit në Tiranë? Jo, ishim në Tiranë, të tregoj një histori. Ja, dua ta dëgjoj. Të Tiranës, po ikën të tërë. Neve ngelëm, vinte djali, vinte goca, ngelëm këtu, unë e kam bërë emigrimin Tepelenë, Vlorë, Tiranë. Edhe me ato halle që kishin si gjithë të tjerë të pasur si ishim, por pak në kishim zëmrën të pasur, kishim mbushur plot me dashuri, se ashtu më kanë rritur, dhe mora rrugën shkova në Durrës, me të 2 fëmijët, edhe me burrin, që t'iknim në Otranto. Për në Itali, me anijet që po niseshin, oh my god. Takoj një njëri, ishte si unë, hallegji, emigrimi, parat na humbën, shtëpit na humbën, nuk dinim se çfarë po bënim. Ku po shkon më i zonjë, më thot mua. Thash unë edhe unë bashkë me të tjerët. Dëgjova, tha. Ti mirë ke vendosur, tha. Po në atë anije që do t'i pështi, tha, u presin duart. Presin duart dhe i hedhin në det. Emigrantët. Prandaj tha mos bëj gabim. Altin, atëhere si një pik në kokë, thash, unë pa buks jam, të tepërm si kam, se njeriu po zëshi familje në shtekot. I mbusha syt me lotë dhe thash, ktheva mbrapa, ajde më i tha burri, thash se si gjithë të tjerët. Jo, i thash, unë nuk i kam të tepër, thash, sepse jeta ime kjo është. Na, mos më thoj, ishte ajo anija që u mbyt? Që u mbyt, dhe u kthyem. Oh my god. Ka që sekundi, nuk do ishim. Wow. Nuk do ishim, do ishte 1, do ishte 2, do ishte 3, sepse unë gjithmonë i kam marrë iniciativat siç më vijnë për momentin. Nuk marr iniciativa
të them, do t'i përgjigjem si pas asaj që të del përpara. E u ktheva. Jeton momentin, çfarë të ndodhi për... Kisha halle fëmijëve se kisha në një moshë, njërin e kisha 14 vjeç, njërin e kisha 15 vjeç. Fëmijët i kisha... një vit kanë kalamajt diferencë nga njëri tjetri? Po. Fëmijët i kisha të 2 shëmbullor, excellent në Tiranë, por nuk i jepnin të drejtën që donin. Nuk i jepnin. Të gjykonin, donin paran, si që është dhe sot, donin që të jipje rishfete, po unë nuk kisha rishfete, nuk kisha ardhur në një vend që e doja aq shumë, po e lash sepse doja një jetë për më të mirë për fëmijët. Po kur i ke dhe fëmijët, se do kalojmë atje, kur i ke dhe fëmijët asa, se po kjo më kam detyron. gjuar si do të ushqej unë ty me para, me rishfete, me kalamajt janë në nivel shumë mirë. Pse duhet ta shumë mirë, po ishin një excellent në Tiranë, edhe këtë kishin atë xhelozin, pse këtë erdhën labët, zaptuan Tiranën edhe mësojnë më shumë. Ishin këto bryllat këto, jo, pse jo, ku jo. Funksiononin, edhe atëherë funksiononin. Edhe unë, burri punonte në nish elektrik në Tiranë, ata që e din dhe e njohin, e din se çfarë do thonë për të. Dhe unë kam punuar tek Parku Lodrave të Rrugë Elbasanit, Fatorina. Parku Lodrave të fëmijëve. Prish, po. Sa gjë e bukur, vetëm vinin me fëmijët që shkonin për tek Parku Lodrave, cirku, këto gjëra. Atje ishte një bukuri që kënaqësi e veçantë. Nuk e imagjinoj. Nuk e imagjinoj dot. Mbas 2-3 vjetë na vjen një firmë. Flas këtu e 35 vjet përpara, na vjen një firmë dhe na thot do t'u japna $100 edhe do ta blejmë neve. Ju ikni. Shqiptar apo thua? Shqiptari huaj, llogarit atëre, bëjshin pa gjëra që pa ditura se çfarë ishin. Dhe në Afrika, në sistemi, në ajo, u gënjeme në $100, ishim 5 veta, 3 zonja, managjeri, edhe ai që përgjigjesh për ato, e mbylli lodrat, unë ngele pa punë, burri me një rogë, hajetis, në elektrik, si që ishin punonte në vështirësi shumë të mëdhaja. Bile ikten 2 të natës në kohën e luftës. Më falë se më duket se ka pa gabim, ishe zonja Ana ishe, do thoshe e teta Ana, po jo, se mosha, pse jo, mosha tamam. Jam si djali jot, po teta Ana do më thënë Fatorino jo e autobusit, Fatorino e këndit të lojrave. Fatorino për fëmijët e vegjël. Për fëmijët, okej, e këndit të lojrave. Punova në Tiranë dhe një 10 vjet. Sa gjë bukur, 10 vjet në Tiranë. Edhe punonte. Tek ajo punë. Wow. Pastaj i mora shkollat, i moran parasysh si fëmijët. Edhe vajza ime ka qenë shumë ambicioze sepse nuk e duronte dot që tjetri të komandonte dhe të thoshte se ti je lab ose ti je vlonjat, edhe nuk të takon. Një ditë më ka ardhur duke qenë në shtëpi. Mësuese e muzikës ishin të tëra 10, ajo është vetë në natyra. Na mos më thoj vuri notë të keqe. I vuri 9. Në atë kohë mbaronte klasën e 8. Ishin të tëra 10 zheni dhe thoshin si ka mundësi kjo. Na shikonin ndryshe, me sy jo të mirë, se si ishim të pasur, nuk ishim njerëz të shisnin mendjen, po ishim njerëz të drejtë për drejtë. Të punës, punëtor. Të punës, të ndershëm. Dhe sa kishim ardhur nga Vlora në deshi fati Altin, mbaroi klasën e 8 vajza dhe bëm një kërkesë, bëri konkurs sepse doli studentja e parë e Ismail Qemalit. Shkollës ka qenë president Nishani. Nishani ka? Po. Ka qenë bashkë me djalin e Nishanit. Atëre, president Nishani. Ai i doli bursi sepse ishte djali presidentit. Për të ardhur në Amerikë? Po, në Amerikë.
Dhe ai kopjoi nga vajza. Dhe vajzës No, mos më nuk ja thuaj, dhan. kopjoj. Ja dha Oh çupa, my si God, gjithmonë si lart. wow. Krim, Që krim, funksionokan. krim. Vajza më erdhi duke qarë në shtëpi. Dhe i thash, "Çfarë ke?" Vajza që e bëri, Po, provimin vet, fiton bursën, po e fiton ai që ai që se my. meritonte. Pastaja vajta në shkollë, më erdhi vajza, vajta në shkollë me gjithë gocën, më thanë që kjo është në shtesat. A do e me shtesat? Me shtesat, në listën me shtesat, mbas 7 dite, sepse treguam deftesat, një luftë e paparaltin. Është vërtet Nga vendi Tiranat ka qenë dhe kohë atyre. shumë e vështirë, sepse në Tiranë ishte emigrimi i dytë për mua. Fillova nga e para, në të gjitha, Shumë familjet u rrit kërkesa e llogarisë, dhe kështu që më në fund na doli ishte dhe një familje amerikane, kishte ngelur se ikni me studime në Amerikë. Ishte familja e fundit që kërkonte, nuk ishte plotësuar. Edhe ajo na mori mbështetjen dhe e mbajti vajzën një vit këtu në Amerikë. Mbaroi i paguam vitin e Ku tret. ndonjë, më fal. Në Pennsylvania. Pennsylvania, ja. Mbaroi atë vit, patëm fat, mbaroi një vjeçarin dhe ishte Bill Clinton i president. I mori ftesat të tëra, ato çfarë ishin të gjitha kontrollet e studentëve të mirë, Ja. sepse donte të mante studentat e mirë. I vete ftesa e presidentit, e dekuron, dhe ai i thotë që ti duhet rish këtu. Ku i dinte ai si shahadësh kishim ne. Amazing, yeah. Nuk e dinte ai që ne në Shqipëri zero. Vetëm ishte një fitore për mua, po unë nuk kam dalur, kam qenë shumë këmbgurse për... Po që pandaj një vit vetëm këtu, do me thënë tek familja amerikane, ju ndërkohë ishit në Shqipëri? Ne ishim në Shqipëri të dy me gjithë burrin. Mbas një viti u bë ajo gradueshi kapeles, dhe na bën ftesë. Bëri ftesë, ja të sot ato që bëri ftesë familjes për graduimin. Po, për të që ti jemi bashkë për gëzimin që kemi. Po ku e dini edhe si ishin hallet? Ja. Atëherë dhe si sot na $2,000, na $2,000, ato ishin duhet ishim milioner, por ne ishim milioner, ne ishim thjesht njerëz të pastër, të ndershëm dhe të sinqert. Populli thjesht, Populli thjesht, sepse ashtu kishim dhe prindrit. Pata fatin që ajo u dekurua nga Bill Clintoni, edhe i thanë që ti do kalosh në njerëzit, studentat më të mirë që do të mbajnë. Edhe drejt për drejt vajza i tha që unë kështu i tha. E kam hallin. Kam hallin, unë vërtet jam, sepse i pëlqenin International, vërtet jam studente e mirë, po unë i tha drejt për drejt. I tha, mos u mërzita se ne do nxjerrim amnistin. Janë studentat e mirë, do marrin amnistin. Dhe amnistia për 10 vjet na u zgjat. U zgjat amnistia, ndërkohë ju kishit ardhur, Zojana? Neve morë vendimin e Bill Clintonit pa herë. Unë edhe burri, sepse çupa këtu ishte. Ja. Edhe vendosëm altin të vinim, amnistia ishte kur ata dalin sot për 5 ditë, për 5 vjet, për... Ja, e kuptoj. Moram vendimin, burri erdhi dhe iku, sepse lam djalin në Shqipëri. Djalin e kishja prap në gjuhë huaja për italisht. Për italisht. Të gjuhë huaja prap tek këndilojnave. Edhe çfarë do bëjmë, i thash burrit. Po çfarë do bëjmë, tha moj grota, do ndajmë tani në pleqëri? Pleqëri si. Po jo, pleqëri si ja bie fjala, ja. Thash dua që... Ja, se po flasim 27 vjet të shkuara. Po, 27 kanë... 27 vjet të shkuara, 99, 2000. Ishim na 40 vjeç. Ja. Edhe
i thash unë do iki, thash nuk dua ta lë fëmin, i thash unë shpëtova në një rast i Italis, thash pakën të marr këtë që dua unë. Burri u kthye dhe unë dënja me gjithë gocën. Ai ishte fati më i mirë që e mbajtën dhe ajo kishte bërë 3 kërkesa. Në kërkesën e parë që kishte dhënë aplikimi, ajo fitoi Harvardin. Wow. Shkollë diplomatike. Excellent. Që prandaj ju bën dhe dokumentat më shpejt. Atëherë 2000 ku kishe rrezik ta theme do thoshja ta them me bindje të plot, po do ketë që nga studentët e para në Mos ka qenë e para që është pranuar. Brezi parë erdhi me ato familje gjirokastrite. Ne ishim emigrantët e dytë. Rada e dytë. Pastaj të tretët u shtuan sipas llotarive u shtua shumë. Po ne erdhëm mbas të parëve. Erdhëm nuk ishte e lishme kaq si është. Po nga të parët në Harvard. Ja. Edhe vendosëm, u takuam si gjithmonë, ajo kishte marrë shumë malli, jo se të them unë se e ka treguar vetë jeta edhe vetë puna, që shumë e lumtur që i herdha unë dhe qëndrova. Dhe nuk e imagjinonte dot se si unë mami në moshë të re, ndava nga bashkëshorti. Po pse viza më falë që të pres mbaj që këtu 3 muaj ishte. 3 muaj, atë do thoshja. 3 muaj ishte viza. Or 3 muaj të paktën mirë se na njëherë ti bëjmë 5 ditore, 10 ditore që sa për të ardhur për një. Ja. 30 vjet përpara. Ne vajtëm në Turqi e morëm vizën e çupës. Nuk na i kishte sjepni ishte edhe koha trazira gjëra edhe. Vajtëm në Turqi. Turqi, në ambasadën amerikane në Turqi. Bile atje na zuri dhe tërmeti, ngelem 1 muaj në Turqi dhe ato që kishim i harxuam. Dhe shqiptarët të tërë njësoj ishin atëre. Nga ekonomia, nga shtëpia, nga tëra se ishte një val e papërballueshme. Më fal për shprehjen, po tërë një Kazanz jeni. Aty ish. Po sepse ashtu e kishim ndërtuar jetën. Ashtu. Pastaj u kthye burri, unë më kaloj viza, bëra 3 muaj dhe i thash gocës ula, i thash çfarë do bëjmë të keqja mami. Po burri kishte ardhur më përpara. Kishte vizën të hapur. Kishte ardhur me garanci. Edhe thash të iki mami, po ike ti mami, tha do iki dhe unë, tha. Çupa. Se s'kam kuptim të rrim, se të ri unë, tha, kur prindit e mi, tha të kthehen mbrapsht dhe unë të shikoj jetën time. Fula me bashkëshortin, i thash kështu. Rrim, tha mua, të jemi krenar, tha, do bëjmë unë e ti të pamundurun, që të fitojnë fëmijët tanë. Po së ndënjeti aty. Bravo, është për tuar trokitur. Ishte një sakrificë e madhe, e mbaroj Harvardin, jam krenare për këtë. Excellent, besoj. Por kisha një gjë shumë të madhe që për mua ishte rëndësishme Altin. Unë mbas 10 vjetë i mora dokumentat, më vonuan dokumentat. Mbas 10 vjetë ndryshuan shumë gjërat. Po. Më vdiq prindit, të 2 prindrit, nuk vajte. E ishe këtej zvajte do të... Edhe mami, edhe babi, u trishtova shumë. U trishtova sepse jeta ne jemi rritur me ngrohtësi, me dashuri. Exactly. Especially ne, familjet shqiptare i kemi nuk duhet bërë aq shumë. Nuk duhet bërë na njëherë, por nuk të them të drejtën të Ana se dola nga tema. Ne akoma djali im 19 vjeç, çupa 22, ne akoma i përkëdheli me i bëjmë, nuk e di, japim aq shumë dashuri. E kemi të trashëguar. Na njëherë them bëj një hap mrapa them mordale se s'po e lë djalin të nuk po e lë të rritet. E ke parasysh në kuptimin që të burrohet, nuk po i lëri hapësirën e tij. E ke parasysh edhe pasaj them. Ta them me një jargon kështu, mu bë vonë mua, let mendoj çfarë doj, unë do ta enjoy, e ke parasysh, let më thot çfarë doj, unë prap do vazhdoj edhe time se dua ta shijoj. Edhe po s'është e mirë ajo që bën. S'është e mirë, nuk është e mirë. Zihem ndonjëherë me Aldën se ti Aldën e njeh, ju e njihni edhe
Ja, shikoj, thot ajo, unë nuk e në aty ankojnë, nuk ankojnë a mua, këto gjëra kështu po. Këtë na kanë dhënë të parët. Këtë na kanë dhënë dashuri. Por këtu në Amerikë ka ndryshuar, prandaj po them që këtu në Amerikë ndryshon çdo gjë, edukimi, folja, nuk po edhe si shikojmë shumë të them të drejtën, edhe nuk i shikojmë shumë, se jo me shoqëria, për jashta kur vinë në shtëpi, jo në punë, se tani janë të rritur, jo në punë, shkollë, stërvitje që vjen për këto gym, everything, kur vinë që janë në shtëpi, futen tek dhome tyre, jo në studim në gjë, na merr dhe malli. Na merr dhe dalë. Dalë se të gjitha ato gjëra. Edhe kthehemi, po unë e njoh Fajetin. Edhe përshëndesim bashkëshortin tuaj, edhe faleminderit. Edhe po ndërkohë, sa kohë keni ndonjë të ndarë bashk, domethënë për ndihmën e kalamajve, për t'ju gjendur kalamajve. Ai me djalin në Shqipëri, juve me gocën këtu. 2 vjet. 2 vjet, a? Sakrifikuam shumë. Sakrificë madhe. Sepse djali ishte në shkollë dhe ai për gjuhën e huaj, italisht, edhe s'dinim çfarë të bënim. Po t'u alini me Altin në mes, ato ëndrat e tyre do thoshin që ju vajtët e u kthyet, se tani kanë ndryshuar gjërat, po u detyruam neve, bëm të sakrificën, që ata të mirin rrugën e tyre, mos të vuanin, sepse që i ka mora rrugën, e mora të bëja një gjë më tepër nga prindrit e mi. Unë të bëj më tepër nga prindrit e mi, fëmijët të bëjnë më tepër nga kuptoj çfarë thua, sepse të gjithë ne të vëmë na i tull diçka më shumë të ata. Po ç'a kuptimi ka pasa që erdhëm? Ç'a kuptimi? Ja. Edhe ndaj një burri 2 vjet, mas 2 vjet erdhëm. Erdhi dhe burri. Që u bët bashkë. Po si ai zogu pa krah. Altin, këto gjëra janë shumë. Unë kam bërë dhe libra për këto. Dhe kam shkruar dhe gazeta për vendlinjen time, atje ku jam rritur, i kam bërë historinë, sepse po të lija atë ëndrrën e fëmijës, unë haja bas me drejtora, me inxhiniera, me profesora, po nuk na shikoni fare. I rebelat e Vlorës, ishim të luftës. Erdhi këtu burri, 10 vjet të dy, pa dokumenta, me gjithë burrin. Do ziheshim. Do flisnin prap. Dhe shqiptarët na shikonin me një çik sy tjetër. Na thoshin që bëj kështu si them unë, merr këtë, bëj atë, po unë kisha ardhur vetëm për kësinimi, vetëm për studimet e fëmijëve. Doja që të ishja krah tyre. Normal, kush nuk e do, Por e lehtë nuk ka qenë për neve. Si kanë qenë ato të vështira, ato fillesat e para? Unë, dhe pse isha pa dokumenta, unë kam ndihmuar shumë shqiptar. Sidomos se unë fëmijët kisha me gjuhë, po nuk mbushja naive, se shumë kollaj të vish në moshën 38 vjeçe dhe të vishe të nuk e 20, mësonin rusisht. Pata fati që kam patur fëmijët që më kanë mbështetur shumë, se gjuhën, si ta thash, ata u rritën këtu. Por rini e kapin më shpejt çdo gjë. E kam marrë vetëm me një buzëqeshje të Amerikanit, se tani e kuptoj se qysh. E kam marrë me një korrektësi. Kam marrë se dhe kam dhënë punën që më takon aty. Ja. Nuk i kam gënjur, kam thënë realitetin, kjo është, kjo jam, juve. Po Amerikani ka një gjë që po të pëlqeu, ti jesh njëri punëtor, mos merresh me llafe, të hap dyert dhe jam e lumtur për çdo gjë, ja. Nuk ka qenë lehtë. Sidomos mendohem për këta që vinë tani, nuk është Amerika ashtu siç duket. Ka ndryshuar gjërat shumë. Atë e themi gjithmonë. Unë mirja makinën. Unë kam një biznesin tim privat. Atëre e mora se këshu me dembelizëm, dhe më mërzit jeta, nuk ishja nën, baba, motër, vlla, njerëzit që ishin me dokumenta të shikonin me sy tjetër, por i tham njëri tjetrit, do ulemi dhe do vendosim çfarë do bëjmë për të ecur përpara. E morëm rrugën, të bëhet çfarë të bëhet. Nuk ka qenë as lehtë.
shqiptarë ndoshta i gënjen ajo egua e tyre. Unë jam, do bëj. Kemi çike ego të fort, ja. Kemi, po këtu nuk funksionon ashtu. Këtu merr atë që je ti. Këtu nuk bullizohesh. Këtu nuk të përçmon. Këtu të thot halal të qoftë. Unë me dy ata që më njohin e din. Kam ndenjur në 10 vjet në një dhomë kuzhinë me 2 fëmijë të rritur. Pa kushte. Për të bërë një sakrificë që ata që e kishin nuk e dinin vlerat. Unë që se kisha, unë mundova. Dhe jam krenare që kam arritur deri këtu. Si një grua, si një nen, si një bashkëshorte, vetëm e kam arritur me harmoninë e familjes, me kuptimin e familjes. Ja, është kryesorja, ja. Vinte raste Altin që unë thoshja nuk kam më jetë. Djali Shqipëri, burri Shqipëri, këtu ishte shkolla ishte shumë e lartë. Me një fëmijë, ai sado ishte fëmijë, po ajo e kuptoi se si ishte realiteti këtu dhe din si funksionante dhe ajo mua më ka mbajtur dhe jam krenare për atë që është. No, bravo, është sakrificë e madhe, keni bërë sakrificë të papar. Nuk pyes për ato që kam bërë. Pyes për atë që jam e kam, sepse nuk kam ardhur unë jam e do jem. Kam ardhur të ndryshoja rrugët komunizmit, ku ishja, qa po bëj dhe ku po shkoja. Kam patur një sedër të sëmur për këtë gjë. Kështu që Amerika t'i jep edhe mundësit, po ja është kjo vuajtja 10 vjeçare, po Amerika t'i jep mundësit, domethënë ke shumë opportunities, shanse për të ndërtuar, ja si shtatë që keni ndërtuar dhe biznesin tuaj, t'i jep shumë shanse për t'i shtron përpara këtë do të kapësh, ka shumë opportunities, është totalisht ndryshe nga Shqipëria. Shiko, është shumë e vështirë sepse duhet të futesh në brendësitë amerikanëve. Po amerikanët nuk të kuptojnë shumë ashtu si kuptojmë në njëri tjetrin. Amerikani një ditë kisha djalin sëmur, më tha mua, mos hajde në punë, ta ke djalin dhe mos më thuaj mos hajde në punë. Po për mua ishte e vështirë sepse unë duaja, ishte vështirë se më humbiste dita. Dhe po mos punoja dhe t'jesh pa dokumenta është të merë. Po 10 vjetë kemi mbajtur veten me shumë garjet, si unë edhe burri. Altin, unë kam punuar 3 punë. Të besoj, no, e di. Para dite vija në biznesin tim dhe në darkët shkoja, mbaja 2 fëmijë sepse bosi im shkonte me pushime në Kalifornia, shkonte në Las Vegas. Ja. Dhe natën shkoja atje, ditën maja biznesin tim. Për ndryshe s'kishje punë. Kishim shqiptar, kishim shoqëri, por unë kisha arme për objektivat e jetës time. Sepse shqiptari dhe nuk të kupton në kurrizin se s'ka kaluar në rruga jote. E quan të letë, ha mos Amerika mua më ka dhënë atë që dua unë, por nuk është gjithçka. Kur uleni, e di çfarë doja të thoshja zonja Ana, kur uleni në tavolinë, doja të pyesja. Është organike dhe shumë e thjeshtë, më lindi kjo pyetja. Erdhi krejt spontane. Kur uleni në tavolinë me familjen, pasi ishim dje par dje mos gaboj, ishim që pim një kafe, të flisnim këtu tek molli edhe më pëlqeu jashtëmase mënyra se si thatë ne për çdo gjë që kemi, edhe unë e aplikoj me familjen time. Për çdo gjë që kemi, ulemi në tavolinë me bashkëshortin, me fëmijët, ke parasysh edhe i diskutojmë çdo gjë, si e mirë, si e keqe. Dhe pyetja ime është very simple, shumë e thjeshtë. Se ishim tek Amerika, kur uleni në tavolinë, çfarë muhabeti bëni? Domethënë, çfarë muhabeti bëni? Çfarë ju ka dhënë
Amerika, a e falenderoni çfarë keni arritur dhe a jeni të kënaqur, jo vetëm a e falenderoni, a jeni të kënaqur me çfarë keni arritur këtu në Amerikë? Ai muhabeti që bëni me njëri tjetrin atje. Kjo është një pyetje shumë e saktë që mua gjithmonë më jep më forcë. Ju ka përmbushur Amerika, ju ka ka plotësuar të gjitha ato që keni patur në mendje, dëshirat tuaja? Po të kuptova shumë drejt, unë jam rritur në një prind që më ulten në uleshim dhe para ati nuk dilte njëri, dhe na i latë të trashëguar atë, duanim t'i dinim çfarë detyra kishim dhe nuk dilim nga ai. Por mua më bëri më të fortë Amerika kur erdha në fillim, dhe s'kisha kujt i thoshja, dhe s'kisha asnjë rrugë dalje, sepse ashtu kishim punët, ishim pa dokumenta, dhe vetmja gjë që ishte, unë do pyesja djalin, burrin edhe gocën, do mirim vendimet në çdo fundjavë. Sepse një gjë të gaboja, dilte jashtë kontrollit gjendja ime, sepse nuk e dija sistemin, nuk e dija Amerikën, nuk e dija gjuhën, dhe detyrimisht të uleshim të gjatë kësaj jave çfarë ke bërë ti, çfarë kam bërë unë, çfarë kemi, dhe çdo fundjavë dhe sot që janë në shtëpitë e tyre, vim, më pyesin, i pyes, po bëjnë shakati, më thonë që je komandante të Pelenës. S'funksionon se e bërë komandante. Tash unë gjyshin komandante kam dhe do ta çojë në gjatë deri në fund. Edhe kështu që marrim mendimet e njëri tjetrit, janë të rritur shqyr, janë të shkolluar, edhe djali kam bërë shkollën për kriminalistik. Ja, do të pyesja, ja. Kam bërë të lartën, është martuar, ka një gostë të bukur. E kam parë se i shikoj në që poston, ta keni me jetë. I shikoj do një syzeze e nënës. Është krye revizor në Boston, faleminderit. Dhe ke kënaqësinë Altin kur të vjen fëmia të pyet, a u lodhe? Hame i komandante, më thonë mua, qa do na shpi për sot? Vinë marin energjite. Qa do na thua sot? Do na japsh në një udhëzim? Po para disa dite jam shumë e lumtur Altin, ta kem ndafin të fëmia, sepse qarë jep, dhe do kthehet mbrapsh. Po bolle dashuri do marrësh. Marrësh dashuri. S'ka gjë më të bukur. Do marrësh respekt, s'ka gjë më të bukur. Por për ata që vuajnë e kuptojnë më shumë, ata që janë si mua më kuptojnë shumë. Para 2 jave mora kryetarin e bashkisë në telefon dhe më tha që jemi në pritje të eroj të popullit të bëhet boosting. Ku në Dhëmblan. Në Dhëmblan, në Tepelen, more kryetarin e bashkisë atje. Po. Edhe jemi në pritje të boostit. Të aprovohet. Dhe i thash vajzës unë si që kemi neve që i kysh tekstet, pasus jemi, po kemi dashurin pastra. Mama ti ke punuar për neve, atëre kur ne kishim nevojë për ty, na je përgjigjur, dhe ne jemi krenar, dhe do të përgjigjemi neve për investim. Për investimin. Sepse më kanë afruar ca kompani, ca shoqata të tëra, dhe nuk ishte vetëm half boost, do më thënë ishte kështu, tek gjysëm, muri 1 metro, sepse gjyshi jon ka dhënë jetën dhe ka dhënë ndim, nuk ka marrë. Dhe jetën telat me gjëmba në Italinë. Dhe jam shumë krenare. Duhet jetë expensive, the sa theq kushton? Nuk se mos, okej, po mirë tash ti, se duhet ta di, okej, se këto bën me shpenzimet familjes, pa ofron bashkia që e ke marrë në telefon, që ke folë me kryetar, a ofron bashkia vendin se ku do vihet busti, dhe krijojnë mundësi. Krijojnë mundësi. Është vonuar. Ai është dekoruar, ka marrë titullin e lartë, ka marrë 2 rrugë, por në hallet dhe problemet, mua mu dha mundësia Altin, sepse lezit e motrat në Shqipëri, në Greqi, nuk i kishin mundësit, dhe unë e kisha ëndër që ta bëja këtë, edhe e kërkova, e kam kërkuar. Edhe dhe vajza dhe djali thanë, mama?
Mama mos u sëmur, së sëmure kur kishje neve në... Isn't that amazing? Bravo qoftë, Kështë bravo kur qoftë. kishje në siklet Po ja, ishim... me këto gjëra krenojnë prindrit, kur vjen fëmijët e të bëhen krah. Kratë janë kur bëhen, sepse unë dhe nuk fëmijët i lë të lishëm, të flasin me, sepse duhet jemi shok me fëmijën. Po që me shok, nuk është fëmija jotë. Kemi kaluar sfida shumë të mëdhaja. Që sfida tona na bën këta që jemi. Nuk na thot njëri që të ndihmova unë, ose e mojti se s'doje. Kjo është vetëm me familjes time, kam patur një komunikim, nuk e di, ata që kanë qenë pa dokumenta më kuptojnë. Ja, një ke këtu përpara. Je bërë më i mirë dhe unë qysh të kuptoj, të falenderoj për fëmijët që i kemi në universitet. Faleminderit, falem gjithashtu. Po çupa më fal se s'dua. Je, vazhdo, pastaj kalojmë te çupa. Kam kënaqësinë që ti ke ardhur me shumë sakrifica dhe ti je krenar për atë që ke festuar kur fëmijët të vazhdojnë në universiteti. Nuk ka më krenari. S'ka më gjë më të pasuria është fëmia. Dhe unë e kam që nga të trashëguar dhe ja tek je. Të qoftë halal për këtë që ke hapur, kjo është një dritare për të gjithë shqiptarët dhe të vinë të flasin pa droje. Unë e kam shumë kënaqësi. E kam shumë kënaqësi kur e dëgjoj dhe futem në ato labirintet e çdo historie. Mësojmë nga njëri tjetri. Atë do thoshja, mësoj, për këtë e kam hapur që dua të dëgjoj, po dhe shqiptarët e tjerë të dëgjojnë, të gjithë ata që na ndjekin, ta dëgjojnë që nuk jeni vetëm ju. E ke parasysh, kështu është jeta në emigrim, ai fillimi është çik i vështirë, po kemi marrë këtë të ndihmojmë të ndihmojmë njëri tjetrin edhe të japim një dorë njëri tjetrit. Ç'a halli ke ti, ç'a halli kam unë, tani jemi shumë më shumë, edhe i lutem të gjithëve të na shkruajnë ç'a ndihmë duan me njëri tjetrin në rrethin ton shoqëror, mund të krijojmë ndonjë mundësi, ndonjë ndihmë sa të kemi mundësi. Prandaj kam hapur edhe këtë, së shpejti do jetë aty për gjithë biznesmenët që do vinë. Për gjithë, e di ç'a doja për gjithë biznesmenët, faleminderit, për gjithë biznesmenët që duan të vinë, promovojnë, whatever, në kuptimin e kësaj, ka një auto shop, apo ka është doktor, apo është ka dental klinik, apo ka futur pjetë alkolike këtu në Amerikë, apo you name it, construction workers, plumbers, electrician, gjithë ato të vinë të tregojnë historinë e tyre, plus dua ta bëj me një pagesë simbolike, jo për mua. Kushdo që ka biznes, jo për mua. Ajo që të bie nuk dua të bien lek këtu. Për shembull, simbolike në kuptimin e kësaj, një intervistë $200, nuk dua lek, dua... Jo dhe ajo do shpuna që bën ti, po nuk e ndjej kënaqësi, kam kënaqësi kur flas me Amerika nuk ka falas fëmijë, kuptoj, kështu që po e di ç'a nuk doja lek të më binin lek, doja të merrin një Market Basket gift card. E ke parasysh kur të ishte 200, 300, 400, një ndihmë për familjet në nevojë shqiptare që sa kanë ardhur, ajo që prekëm më përpara, sa kanë ardhur, mbase si ndihmojmë dot me të paguar qerat, se kanë vajna $3,000, $2,800 qerat, nuk është si më përpara, dhe rroga minimale është $15, $16 sa është minimale, diçka e tillë, por nuk e suporton dot siç se përballon dot, dhe këtë kam pas në mendje, plus edhe mësoj ajo që thatë ju, zonjana, mësoj nga një histori, nga një gjë, nga gabimet që ju keni bërë, apo unë kam bërë, mëson një tjetër. Plus, na bën më të fortë. Se për të mësuar... Dhe i gjendemi njëri tjetrit pranë për çdo hall, apo çdo gjë që kemi në rrugëtimin ton këtu në Amerikë. Shqiptarët kanë nevojshme që të flasin këtë zërin tënd këtu. Dhe kanë nevojshme të kenë njëri tjetrin, sepse këtu po s'pate njës, këtu kalon stresi, nuk e përballon dot Amerikën. Ashtu është. Historia jetës. E kam nga duhet jemi shumë mendje hapur, ti pranojmë. Ti pranojmë dhe të jemi këta që jemi. Dhe mos të harrojmë gavim. Mos të harrojmë sepse shqiptari gënjet. Kam shumë njerëz që thonë, e diti nga vi unë ose e diti nga jam unë. Mua nuk më intereson nga vjen ti dhe nga Shqipëria vim të gjithë. Jo, jam dikushi.
Në kuptim jam dikushi. Jam dikushi, kam qenë dikushi. Këtu, Altin, Amerika të sprovon. Amerika të vënë garë, të tregon kush je dhe çfarë bën. Hajde ma provo, kush je. Të këtu përpara dhe. Po më do mua, them dhe unë krah. Përballoje. Por shumica nuk e kam përballuar dot. Unë për shembull personalisht se të pyeta që parë çfarë muhabetesh bëni me familjen kur ulin në tavolinë, s'ka gjë më organike, ç'a ndani me njëri tjetrin. Unë për vete kur ulem unë Amerikën e kam në kokë, për mua Amerika është njësh. Të vitet ajo që the se shqiptarët vinë dhe thonë diti kush kam qenë, mua nuk ta the me shpirt dhe pa ofenduar. Po më erdhe më the kush kam qenë, as ma ndihen fare. Se po filluam që kush je ti, po ti e di kush kam qenë unë. Po tash po filluam të gjithë ne kush jam unë, kush je ti, o vlla, atë energji që po harxhon këtu me mua për të treguar që çka ke qenë ti e çka kam qenë unë, është energji e harxhuar kot. Çe baba që kemi në atë shprehjen, kush je, hajde, tregoje, filloje. Gjëja më reale erdhi nga mosha jote. Ne jemi të vjetër tani, ne kemi gjysmën e jetës, kam 27 vjet. Më kërkoj punë, çfarë do lloj pune që tjetër të dal tek ajo që thot tjetri. Po mirë, mora zonjën në telefon, i thash kështu, kam një personi dhe i thash dhe timi. E ma shkoj vetë bashkë me të, ai vjen me kostum Altin. Vjen me kostum për të pastruar baçën. Oh my god, no, jo, se she vërtet, please më thuaj që se she vërtet, se erdhi me kostum, po mos ka ardhur për kështu e përgjegjës, për të thënë pastro këtu, pastro aty. Dhe ne me gjikë, se si gjithmonë, thjeshtësia ka të bëj këtu. Më tha mua, bosi, për çfarë ka ardhur ky, tha? Thash, për të punuar. Ky është pronari. Tha, po ti për kostum bishem vetë. Tha, ai nuk e kuptoi se çfarë po fliste. Ka ardhur për skënduar, për party. Tha, ku ta vash xhaketën? Dhe i thash, ore trimi. Varet e pormantoj e shtëpis tashi. Aty pemë plot dhe me kostum. E thash, s'ke faj ti, thash unë. Këtia. Ai bosi më dha $100 e punës, më dha dhe $100 ja dha për më tepër. Shikoj, dha dhe na dhe këtë 100 që njepi ati, po aman. Na, po të tillë njerëz unë nuk dua më. Mos mi bjerë. Ua, sot e kësa dita im ka marrë nasë, thotë më pushove ti. Ka shumë njerëz, kurse të tjerët. Mos e luaja, shumë baje, thoj. Jo. A shumë baje, thoj, ishte mag. U kthye fare, u kthye në Shqipëri. Tjetri vjen edhe në shtëpi brenda, këto vendet e fëmijëve, vinë edhe ulen në banjë. Aty ulen në banjë, se këta banjët i kanë më të bukura se shtëpitë amerikane. Ajo në Kalifornia dhe më shikon në kamerë. Ule, mori revistën mikja, dhe më shikon në kamerë. Momentin e kuptova, unë thashun, ka ndonjë gjë. Është diçka këtu. Më dha qelsat. Ana, tha, më vjen shumë keq, tha. Nuk dua të djeg tyja, tha. Po na dhe një dishpërblim për atë, tha, mos të shikoj më surati. Dhe më lë rahat. Më lë rahat, sepse unë kam streset e mia, kam problemet e mia, unë marr për besnikëri. Sërrit mere me këto. Jo, shqiptari thot, unë do t'i kundërvijem ati, thot, pse më la pa punë, më le ti. Këtu Amerika të filtron. Nuk ka kështu me të gënjur, especially këto me të gënjur, këta. Po shu jemi, e kemi qika të. Po këta, po të ka bëj qa të duash, po të kapën me të gënjur. Armiku me i math. Ja, dhe vim prap të kalë, armiku me i math, po të kapën me të gënjur, harroje. Dhe këta kur i gënjen, këta të besojnë. Se nuk mendojnë, se nuk e shkojnë fare në mendje që ti do i gënjesh. Ama po e mori vesh që i ke gënjur, u kam një shprej, gjej vende futu se vrime miu të bën punë. Edhe atje të fshihesh. Nuk e bën dot kollajmi. Nuk fare, i e like që direkt, që ditën tjetër e kanë gënjeshtrën, e kanë. Po jemi dhe të pabindshëm neve, se unë çdo ditë më thot goca, mami çka ke bërë në një gabim? Sepse e di sistemin. Vajza që kur ka ardhur sistemi është rritur këtu. Çka gabimi ke bërë sot? I them, po nashi unë kam vite, po që mos ke bërë një gabim, thot, se s'dua, thot, të nesër, thot,
ai të thotë mirupafshim. Dhe jemi rritur me atë besnikrinë të Ja, njëri ja, tjetrit. ja, ja, ja. Me atë dashurinë e njëri tjetrit, dhe shoqëri amerikani mua më ka ardhur në çdo sebeb. Bravo, bravo, festa. bravo. I ke bërë vend vetes, familja juaj i ka bërë Jam vend. jam e lumtur sepse me atë sinqeritet të dy fëmijët kanë fituar punat e mira, janë rregulluar, janë sistemuar. Të Shqipërinë përçupën do do kishin. të pyesja, se çunin më thep, është me kriminalistik, right? po, Ja, më ja, ka ja, marrë ja, shkollën s'dua ta kriminalistik. humbas. Do të pyesja edhe për çupën se ishte Po. top notch me 10-a. Faleminderit. Vajza ka mbaruar Harvardin, Ja, Cambridge. ja, 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 shkollën siç në- më the, ja, prandaj po them se dua. Vajza punon në gavament, Mhm, qeveri. Ja. qeverin. Ata e dinë se dim, Në punë qeveritare, ja. qeveritare dhe më të shumtën e botë e kalon në jashtë Amerikës. Që në Amerika. Ja, 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 ja. Ka karierën e ti, saj. edhe ju zonja Ana keni qenë Uljet e 60. ngritjet e më pashme që kemi ardhur, po është krenare për ato që bën. Që ta jep Amerika, nuk Po të mbushet dhe zemra plot kur i shikon të dy kalamajt që janë në Unë atë drejtimin e pasus jam, po jam e mbushur nga shpirti për Dashurinë familjare, respektin që dashurinë, më kanë resme- dhënë, më kanë kuptuar dhe kur kam qenë e mërzitur. Edhe burri më ka mësuar kur kam kaluar Ja, ja, mërzitjen, sepse burri kishte njerëzit e tij këtu, unë s'kisha asnjë. ja, ja, ja. Dhe kështu që u bëm çik ato kora, u bëm jo nevrikër, jo të pabindshëm, po fëmijët ishin ata ilaçi që neve na Që, mbajnë. po tari kemi pasur Si ato vajzë pasaj këto slabe. kalojnë edhe forcohet dhe dashuria më shumë ashtu, një çik të gri. Bë dashuria kur je jashtë botit. Shtohet më shumë. Po të shikoj Tana, të shikoj që del kështu dhe në përbot, ke bredhur, se ne kemi këtë Ka fjalën shëtit. tonë si zhargon, Shëtit. ke shëtitur. Altin, unë më pëlqen në shëtitja. Jam dhe një çik njëri që kam qej vetë. Më nda kanë munguar këto në ato kora. Kur të pash herën e fundit ishe Kazakistan. në Kazakistan, as Po, në po Kazakistan. këtu thash. Aty shkova Po, dhe... për sot. Aty shkova piva që Su besova një herë thash mos e ka bërë me AI, ka bërë, kështu ka bërë. Thash, po thash mos është, një herë më vajti mendja pasaj thash mos e ka bërë na këto like çfarë janë këto që bëhen me students. Shopping? No, jo me këto ka ardhur jep miqësuar me një familje në Kazakistani edhe bëjnë këto, ajo vjen këtu për shembull një javë, vete ti pasaj ta konat me këto miqësitë, ke parasysh? Jo, unë vete kam fati se vete goca. Ja. Edhe biletën e marr me diska unë vajza, se ka travel, hotelin e ka vajza, dhe mua më thot si komandante ti mami thot vdesën qik për të shëtitur. Edhe është një... Gati e ke mamin i thoni. Gati mami. Po 60 vende, 70 vende? 60 vendet botës. Oh, God. Sepse më pas ka bërë shumë të fort. Dhe unë thot ajo për tyja thot nuk kurcej as jetën thot. Edhe djali gjithashtu. Se kam qenë shumë e kuptueshme me fëmijët. I kam mbajtur afër. Dhe kur si kisha mundësin, ju thoshja ka mami, mos u mërzisni. Do punoj mami dhe babi. Shikoj, Po falë dhe bashkëshortit Hajetin, jo i njifni, Ja. më kam shtetur nuk bolëm. Gjithmonë, unë jam qik si nevrike, jam nevrike. Ajeti person. Shtip shumë i butë. Edhe më gjithmonë më bjen supe. Ajeti gentleman. Sa kur takojmë më ka kuptuar, jemi rritur bashkë. Ja. Kam luam gjithë këto gjëra dhe tani të mos shijojmë dhe qik fëmijët, s'ka kuptim jeta. Ashush. Në Amerikë fundja po para ajo edhe çupa. No, s'ka më nga dashuria e familjes, you cannot buy it, nuk e blen dot, nuk e blen dot. Po sot jo. Nuk e blen dot. Mosha ime kanë ardhur në Amerikë ku të çojnë. Prindi shumë i dëshpëruar. Fëmia $3,000. Më marrin shumë njerëz Altin. Të betohem, më marrin shumë njerëz, ana nuk ja dalim dot. Këtu është dhe periudha që fëmia në mosh nuk e ke në dorë.
Se atëherë ishin kohë Duhet të rish në kokë shumë jashmase. Këtu të vë puna përpara, të vë billa, të pagosh makinën, të pagosh shtëpinë, të pagosh telefonin. Gjitha. Edhe nuk e ke mendjen te kontrolli i fëmijës, por ju them moshatarëve të mi, ose ata që janë çik më të ri, ta kem pak kontrollin tek fëmia. Sepse kanë dalë jashtë asaja. Duhet të kenë edhe qash unë, kam shumë histori që si kam ndarë, kështu, kam shumë histori që si kam ndarë, po janë ndarë qifte, se përballojnë dot. Lej se përballojnë, po fëmija të do, janë turu bëjna 2-3 punë për lekun, edhe s'të del, po edhe hajde për një moment, po themi, Ana, i bëri $200,000. Po pasaj, fëmijat kanë përfunduar drug addict, në këta në rrugë të keqe, ti tani do $500,000, dhe ja rabi, apo 1 milion, ta biesh prap në rrugën që ishte, dhe s'ke shans që e bie, dhe ku ishe, ish gjekundi. Normalisht prishen qifte S'ke lek, s'ke familje. Po s'ke familje. Duhet mbajtur gjërat në balancë. Duhet jesh shok me fëmijën. Apo shok të ngushtë, se për ndryshe të del nga duart. Sidomos ku janë këtë periudhë 16, 15, 16, fillon që në 14 ajo. Po prindit vinë dhe me halle, Alti. Vinë dhe me halle. Janë me halle. Pastaj vinë dhe me lek borxh që janë dera se të ka shpenzime. Se gjenin në Amerika, i mbajnë prindit sa, u mbajnë uristi fëmijë dhe pastaj i largojnë. Kalojnë me stres e prindrit. Mosha është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, histori pa fund, po e s'është koha, po. S'dua jetoj shumë tani. S'dua të rri shumë në Amerikë. Do një të lëvizni? Po, dua të shkoj në Vlorë. Kam blej një shtëpi atje për vete, me bashorti. Keni vënë në një vend të mirë anës detit? Po, të deti. Tashi se kur e keni marrë, se tani janë me pamje nga Trumpi. Nga ishtu janë rritur çmimet, s'ka më. Atje ke? Besoj, e keni marrë shpejt? Kemi 5 vjet. Po mirë, se këto 2 vjet do marri Trumpi Sazanin edhe u rritën çmimet. Do vi edhe $7,000 metri katror. 7,000, God. Po, Vlora është e bukur. Vlora është e bukur. Nuk kam më bukur të thash, ku nuk kam vajtur. Po me Shqipëri nuk e. Shiko, po është dhe ajo, është balta jote, është vendi jote, është na njëherë dhe kur të shajnë, i është zotni. Faleminderit. Jo në kuptimin që po edhe kur të shajnë, të duket Gjon Shqip edhe këto. Hajde, është kështu kthen kokën thua dhe fillon qesh thua Unë harroj se jam në Amerikë. Për 27 vitesh këtu dhe kur shkoj atje nuk jam amerikane. Jam shumë e thjeshtë. Jam shumë dashur, më pëlqen kafeja, më pëlqen shoqëria, sepse kam kujtime. Shumë e vështirë. Po, edhe a jeti, ka vendosur, Po, tani ne kismet. Kur e keni si? Vitin tjetër? T'ja bëj zoti mbar. So atë intervistën tjetër apo këtë bësh bisedimin tjetër do ta bëjmë nga kondua juaj Do ta bëjmë atje. Me pamjen e Sazani nga Trumpi. Do vish ti atje pastaj. Po. Është bota e të dyjave. Është Amerikën e kemi në xhep. Ja. Shqipëria është e jona. Është vend i ftohtë. Është vend i ftohtë, është vend i ftohtë. Vend i ftohtë na duam shumë të bëhemi. Neve bëhemi, mos të them që të bëhemi më katolik se papa, nuk bëhemi, po të ta pranojmë. Jemi shqiptar. Jemi shqiptar dhe Amerikani nuk thotë që unë jam të vej në një vend dhe të marr pasaportën dhe të thotë që unë jam shqiptar. Jo, ngelet Amerikan. Ne ngelemi shqiptar. E di çam shqetëson se flas me shumë njerëz dhe duan të largohen. Javës që shkoj, siç e thash në fillim, u bë ngritje e flamurit në Boston. Nga shoqata Mazbesa, nga Vatra, nga shoqata Besa Besën, isha atje, edhe amazing, edhe që unë për ngritje e flamurit do kënë qenë 400-500 veta, u takova me shumë shqiptare, takova dhe një djalë, dhe më thiri më prezantoj dhe me 2-3 njerëz të tjerë që kanë dhe ata shoqata, edhe ky djali kishe shoqata, s'dua të bëj me emër tani, nejse Petritin, takova me Petritin, edhe më thot Petriti, Altin unë do largohem, thot, Petriti nuk është mosha juaj me i fjalë, Petriti duhet tjetë mosha ime, 52, mbase do jetë 53, unë jam 50, po diku aty, 2 më lartë, 2 më poshtë,
Them, do ikin në Shqipëri Altin, më tha. Thash, u habita për momentin, fakti, thash, po që ne këshu, edhe gjë që më shqetëson, okej, ishte rregulluar, kishe bërë 1-2-3 investime, gjëra më thet, thashe, por ja po mendoja. S'mendova për momentin, ja bëra halal ta bëj Zoti këto që kemi neve, si të bëhet mbar për ty dhe për familjen tënde. I kishe vënë gjëra në Terezi, tha, nuk më kanë gjitur Amerika, 23 vjet nuk më kanë gjitur, tha. Atëre kur i kenë në Terezi, atëre të dalim shumë probleme. Më dalim shumë probleme. Jam pasaj nëja mendova, vajta tek babai në shtëpi, thash kështu fola me një çuna la me djali. U prezantuam atje, u njohëm për ashtu të pari, thash donte tikte, kishte 23 vjet në Amerikë, nuk kishte gjetur veten. Jo, kështu ishte kompletuar ai veten në kuptimin që mendja në Shqipëri, e ke parasysh nuk rri dot, tha, diçka nga i ftoti, e ke parasysh, po fliste me jashmase me superlativa për Shqipërinë e këto, se unë vajta 26 vjet pa e parë, po që të vite ka jo, qa më shqetson dhe i thash dhe ti Meti. Por kur të sëmuren, o vlla, mos u sëmurshin kur, si auroja as njeriu edhe, po ja u sëmure, do i pësh avionit erdhe me vrap këteja. Shiko. Of course, ka dhe atje spitale se sesh, po kushtojnë janë me... Po më në vendin tënë se sa të... Po është që ke vështirë, kjo puna e shëndetësisë doja të thoshja, është që se këtu jemi me shëndetësie, me shëndetësie pa parë. Unë të besoj, unë rinë katin e 7. Shikoj gjithë Bostonin. Po nuk më shijon. Pik mua kam komshit si njof. Vetëm kur më vjen ai fëmia i vogël, kur më vjen fëmia, më vjen gjithë Perëndia. Kse prindrit e mi, e di si kam ana? Ai baj. Kaq. Di si kam prindrit e mi. Më thon leave me alone, domethënë në kuptimin që e dua Shqipërinë, vetë për një pushim. Po me këta doktorat këtu thot, këta janë kështu për çdo gjë, inshorancat që kanë, unë dhe familja, like mase vajtëm 27 vjet këtej, s'kam qenë asnjëra ndej, mua më duket çik si gogol. Harroj këtë pjesën që okay, zhvendim dhe dashuria e pa parë, se i kam thënë shumë njerëz se sa të zbres në avionin do pus tokën, do prek baltën. Do mbushen syt me lot se janë 27 vjet, po në kuptimin inshorancën nuk e kuptoj dot veten pa inshorancën, për këto healthcare-in me që vete atje kokre lekut, vete futesh. Mos morëm le tipi avionit vi. Atë po i thosha, do hipi avioni do vi. Shkon në spitalin amerikan, frikë. Spitali amerikan. Unë smura një herë në Itali. Edhe shkova në spital. Atëherë. Ai pranoni ja duhet ta dëgjoj. Pranoni këto inshorancat e këto. That's nice. Në Itali për Shqipërinë, po për Shqipërinë do. Mos është ky spitali amerikan me këto. Amerikani më thonë mua se di. Edhe u smura në Itali, shkova atje, dhash inshorancën, asnjë gjë. Dhe pata, sidomos ankthi se u lodha, u çorodita nga vajtë, kisha 10 vjet. Unë një muaj pa gjumë më prisnin. Çdo ditë, çdo kohë, dhe ishte bota e ime. Kur era në Itali, më merat fikt. Shkova në spital në emergjensi, ndonjë 3 ditë, shtyva bilet, nuk pagova inshoranca, se kur jete me punë. Është amazing. Pastaj dhe atje ti isha hip avionin dhe hajde por dhe tani. Erdhe ndarke e këtu hipi mëngjes. Tani do shkoj avioni direkt në Vlorë. Tani do vemi bashkë. Unë vetë dy në vit. Tash e ke live atje, bap. Direkt zbret merr taksia ose në një këto, jo taksi, këto Uber, në do ketë Uber e Lyft. Ka vjen plot. Ka shumë gjëra. Taksi, shumë gjëra të bukura. Është po ke një njeriu e burrë. Ç'kemi si je? Po ja, ajo që të thash unë edhe kur te tavolina e ngjitur, po edhe këtu ka plot shqiptar ku kanë parë tek. Nuk ka shije si e Shqipërisë. Nuk ka, po barman kur kemi ardhur ne na bëj syri kaq të dëgjojmë. Të dëgjojmë një shqiptar. Që të zi edhe të zihesh e prap kënaqeshe. E ke parasysh se ka ndryshuar një. Ka ndryshuar, ka ndryshuar. Ja, shmangen, nuk e di. Kafe të pi sot atje ai i thon $10. Ja. I pensionist ku do ta gjej, s'ka punon si mua si. No, kafeja është. Unë marr pensionin, do të thënë $1. Kafeja sa të shojmë në mëngjes, $5 kafeja, një ice coffee ikën $5. Është normalizuar. Lanchi ke $20. Është normalizuar. Ikin $30 deri në orën 10, kanë ikë $30 në xhepi këtu në Amerikë. Nuk i bëjnë dot. Si bëhesh big money. Ne kemi ardhur të rinj, kemi ardhur, ka gjë ndryshe. Qiraja ishte 800 atë.
800, unë Tani e kam është pas, unë e kam pas qeran atere, Ana, e kam pas qeran me një dhomë gjumi në Rentull Street me Tani ku hitin jam të unë. paguar, me hitin mua afër urës të deti, hitin të paguar, do më thënë ngrojen të paguar, ujin, whatever, të gjitha, included, po. të gjitha 750 me një dhomë gjumi. Po dhe shtëpia ishte kallkan, do më thënë në kuptimin perfekte, e rregullt, e pastër, se ishte një kompani që i merrte, nëse mos u them po i mbante xhiz $750. Meri e ti, po tani se përballon do. No, me $3,000, $3,200 të dalun tani apo ti ishte në kohë që po vija në Shqipëri ata zëm. Sa erdha me 2 fëmijë, e ke parasysh ata në për shkollëra. Ata punojnë, pa ajo që punojnë ata është sa për blejnoj pala atlete, janë një që u duhet për vete, sudel, se janë... Can you imagine paguash $3,200? Ku do t'i gjesh? Na, bot, se s'ti japin këta, e do me 3 dhoma gjumi. Një do për vete, thot ai, një do për një fëmijë, një do për një fëmijë. Vetëm tu futesh fshehurazi ma bjerë me 2 dhoma gjumi, thua se një kalama kam. Po sa do rish, sa do mshish. Pastaj dhe ata vete duan të jenë të ndarë, se duan privatësinë e tyre, duan atë. E kanë privatësinë e tyre. Edhe kështu, ajo është bërë shumë e vështirë. Jashtë mase. Shtrënguar. Amerika, kur them unë që jam e rregulluar, e sistemuar, vetë, familja, ti, kur themi unë e ti, ai tjetëri më kanë marrë shumë, e bjen shumë keq, $3,000. $3,000 nuk It's big money. Duhet kesh një... Edhe për mua që jemi në punë të stabilizuar gjithë edhe juve, që jemi në punë stabilizuar, jemi atje ku, do me thënë, pagat më të mira, prap me $3,000 ti iki një big chunk, $3,000, $3,500 vetëm për qera, kur vjen data 28, $3,500, të këput në mes, çmenduri. Jo me një që vjen qandeja që ai have no clue se ka i den pare të vejt filloj si që kemi qenë ne pjatalar apo construction me $10-12 ora. Stroja borën unë, me lopat, vajzë, me $7 ora. Ashtu ishin dhe qirat atë. Ashtu ishin dhe qirat. $7, 8 orë, janë në borë, në shi, në breshër, se isha emigrante në vend të huaj, s'don të dinte tjetri. Por rezistuam. Sot se bën një rezistencë. Është çike vështirë. Shumë një çik, sidomos. E them çik për ta zbutur çik për mos ta bër. Jo, për ata që na dëgjojnë. Ja. Për ata që na dëgjojnë, mos të lakmojnë shumë. E di çam ndodhi. Më mori një se me që jemi te kjo. Nga që janë rritur shumë ndjekësit aty që na ndjekin për Facebook, Instagram, edhe në për rrjete sociale, edhe më merr njëri nga Podujeva, më çon mesazh, pardje, Altin të kam parë ku je në Boston je? Po, i thashun si jam filani, fisteku, tha kështu. Po të kisha mundësi të na ndihmoje, kam marrë një vizë, po s'ke këtu duhet lesh tëra punët e ti përkushtohesh, e ti gjesh shtëpi, do përkushtim, da çosh, da marrësh, kam 2 viza 5 vjeçare, një imja, një gruas. Dhe duam të vim, tha. Thashun, keni njerëz këtu? Jo, tha i mos na ndihmojnë çik, tha kështu. E di ç'a bëhet o shok, i thash. Është vështirë fare dhe unë duhet të jem me ty një muaj. Mbrapa teje dhe nuses me makina, qa do t'altini që ratë janë a 2800, po si kur më tha mua, nuk kupton, më tha njeri, tha që se po interesoj, më tha njeri New York, tha që më kështë gjetë një si dhomë, kështu tip, një dhomë, hajde janë 2-3 familje, një studio është $3,000. I kështë gjetë një dhomë atje me $700, ty t'ka rënë telebingo, i thasho. Merë, po është $700, i thash, ty të karen telebingu, i thash, jepi 800-900, vetëm mere. Bravos. Edhe fillot paktën për ato 50 sa keni, si të ashu, i thash, se nuk, I can't, këtu tani të vi, vlla e motër, po e them në përgjithësi. Nuk e marrë. Nuk lëviz do të na puna.
Ti do presësh më mua kur të vi unë bazite na puna, po kur të vi unë bazite na puna, apo ti apo tjetri, jam i lodhur me zi pres, po do ta bëj një sakrifis për ty. Po dhe ata tjerë kanë dalë na puna, s'ka më punë bazite, do kërkojmë punët që janë bazite. Do punë, do për kushtim. Po të gjeta punë do të çoj, do të marr, se ti do një $4-5.000, $6.000 do makina. Kemi marrë Altin njerëz. Kam marrë motra vlezër, i kam ndihmuar. Kam ndihmuar ato kora si që ka gjetur ai hyrje 700. Atëre mirja unë kisha në sellë në shtëpinë me $800 qiraja. Po tani se marr dot se kam duhen dhe kushtet, tani është $3.000. Dhe po s'punova. Kush do ta laj? Po njerëzit janë nuk të kuptojnë dhe aq shumë ashtu siç e di ti punën këtu. Atë i thash, kam qef të ndihmoj valla, por nuk kam kohën të ndihmoj. Do ikësh punë, do me gjitha tëra. Është këtu është e programuar. Edhe ka njeriu nevojë. S'del dot, po dole në sistemi dole. Dole të pruj billin, të hoqi telefonin ai. Ta hoqi makinën. Edhe kështu. Një herë kisha harruar stikerin e makinës. Pa bërë stikerin. Stiker nuk e kisha vënë veshin. Ai ke dhe unë prapë, më ke qepen këta policat, kujdi unë, am kanë inata, ai kam unë qef, kujdi unë. Edhe vete deri sa vete të puna. Ai pa më thënë asin, gjem me kompjuterin për parë, ndalë. Unë kam shumë frikë në policia, sepse ajo, mënyra e parë që ne kishim rini me frikë. I zonjë, tha, mos u trëmë, tha, si ty jam dhe unë, tha, pa i të më mbushje më dirë mua që kishja. Asin gjë s'ke, tha, ke parë stikerin, tha. Ka stiker, unë shikoj në mbrapa. Jo, tha, stikerin për para. Stikerin të gjami, ka atë kaluar që... afati, tha, ke një ditë. Kolaudimin, si themi në Shqipëri. Ta bësh koriku, se kisha bërë, kisha vajtur që gushti. Tha shumë në falta. Dëgjota se je zonjë pa të falta. Edhe u trëmbe, edhe trëmbe vërtet. Tha, sota, shtafati fundit, është i rofë që më kujdoj. Se ta heq makinën, ta ngelesh pa punë, tha, dhe nuk vjen dot më në punë. Mu bin tamam, po ju binde dhe ti thosh faleminderit. Thank you so much. Tha, dhe mos e përsërit më. S'dal me unë rruga. I kam vënë ca gjëra që më shbërsi ydhur. Jo këta sot. Të vi miku këtu tyja, pa të ngrihesh, pa ta çosh, po pse s'doli në moll, jo po pse s'na dha kafen, këtu është trysni jeta. është jashtë mase. Edhe nuk e kënaq dot. Ti kaq mundësi kam, ati ngelet peng, nuk ma bëri si duhet, apo... Shiko, ti e nis me një thes me para, i thot me lapa gjumë. Kështu që nështi, jeta nuk është shesh me lule, ashtu si shduket. Po luma ai që e kupton. Ashtu është. Luma ai që sakrifikon. E ti që do thoshja, Ana, këse kemi ardhur drejt fundit. Kishe dëshirë, kam shijuar jashtë mase, kishe dëshirë të shtoje në një diçka tjetër? Dëshirat janë shumë të mëdha. Në atë parë duhet falenderoj shumë tyja, që më dhe mundësin, të flas lishëm, të flas jetën që kalon njeriu se ka nevojë të flasi, dhe të flasim ashtu si qemi. Tamam. Original. Kemi nevojë për njëri tjetrin. Shqiptar... Ashtu është, njeriu ka nevojë për njeriu. Shqiptar jemi, shqiptar do ngelemi, por aman të jemi çik të dashur me njëri tjetrin. Patjetër duhet ta kemi atë, të jemi shumë dashur dhe është llaf me vend, edhe me Valbonën kur ishim këtu i cekëm 2-3 gjëra. Labdarin, edhe erdhëm te kjo pikë. Duhet jemi të dashur, duhet lëm këto ca gjëra këto, cicimicit e vogla, duhet lënë më njanë. Duhet shikojmë më atë big picture, thon këta, më ta shikojmë çik më gjerë, më kemi çik të shikojmë më gjerë dashurinë dhe respektin. Dhe respekti për njëri tjetrin, jo kapemi pas një llafi apo pas një gjëje. Edhe është vërtet. Ne si shqiptar nuk e di pse futemi thellën për këto gjëra dhe ngelim, kapemi ja 20 vjet vetëm me këtë muhabet merrim. Më the të thash ku shkoj, nuk shikojmë punën tonë, po shikojmë punën e komshiut. E kemi si një gjak në këtë, po shqyqy që kemi ikur nga ai sistemi asaj pune,
këtu jemi futur Na ka gdhendur Amerika. Neve o jemi ose jemi. Por unë jam e plotësuar në Amerika. Dashurinë s'ma jep dot atë që dua unë, sepse po më ka dhënë mundësitë e tjera. Dashuria më mdheut, të prindërve s'mi kthen më, po ja që pas ka dhe një shkallë që para fëmijëve nuk vën njëri. Ku ka kënaqësi më të madhe, ti ndihesh te mase e plotësuar tash. Jam e kënaqur. Tash ata janë bërë. Po. Jo, që punoj për fëmijën tim. Ja. Ndjej dashuri se ata punojnë vetë, po që jam në mbështetje të tyre sepse këtu duhet të kesh shumë vëmendje, se po s'pate vëmendjen të del vetja jashtë kontrollit. Bashkohen 100%. Stresi, billat, dhe një që vjen nga jashtë nuk të kupton kur. Se ka ajo, thonë. E bëm për të dukur. Kurrën e kurrës. Ai që është original ngelet. T'lum goja dhe ishte kënaqësi e veçantë që ju kisha këtu. Zonja Ana Tepelena. Faleminderit shumë. Ishte shumë faleminderit që pranuat ftesën dhe kam pas një bisedë e kam shijuar te mase. Dhe unë e juve se jemi shqiptar. Flamuri kuq. Unë jam në mbështetje tënde për çdo halli, problemi që kesh. Faleminderit nga zemra, faleminderit nga zemra. Në këtë fjalën shqip. Dhe faleminderit dhe për verën. Ato s'janë gjë, ato janë kafe, mos duhet t'i zonë. No, po për falenderim, tregoj falenderim. Faleminderit thoj dhe ajetit. Është kënaqësi dhe respekte. Që na hape rrugën. Kalofshi mirë edhe ishte kënaqësi dhe një herë që ju kisha këtu. Faleminderit. Gëzuar 2026 në shtëpi. Kemi festa, erdhën për 20 ditë, për sa i kemi festa sa janë? 20 ditë janë Krismat janë për 20 ditë. Uroj gëzuar për shumë vjet 2026. Do që janë bashkë. Gëzuar, faleminderit. Të gjithë shqiptarët, dhe ndiqeni vetë Anën, Ana është në Facebook, në Instagram. Ana Tepelena, e shikoni atje. Të mira paçi gjithmonë. Gjithashtu. Do flasim prap nga unë Altini, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni të na shkruani dhe views janë great. Duam komente dhe likesa. Me likesa o qa bërni ju? E tash, s'ka lezet. Dhe pas dëshirës. Bëjmë shaka. Faleminderit shumë, kënaqësi. Kalofshi mirë të gjithë, kalofshi mbazit e të këndshme, miru papshi. Bashkëdhetar.